Kolosët e Dijes dhe Pushkës, Mulla Hajdar Jashari nga Orizarja e Kumanovës. Hajdar Hoxha, i lindur në vitin 1909 në fshatin Orizare, ishte një nga personalitetet më të dalluara fetare e kombëtare të kësaj ane. Mulla Hajdari në bashkëpunim me Shaban Efendin, Azem Hoxhën dhe Hafiz Jasharin, ngrenë iniciativën që në fshatrat e Karadakut të Kumanovës të hapen shkolla në gjuhën shqipe, të cilat do të funksiononin në mektepet e xhamive. Kjo ishte një ide shumë e mirë e fisnike, por nuk pati fatin të zbatohet në praktikë sepse disa element tradhtar e kishin informuar administratën bullgare dhe ajo mori masa të rrepta kundër tyre. Sipas kujtesës së Semine Shabedin Sadikut, motra e Sami Shabedinit, në vjeshtën e vitit 1945, në shtëpinë e tyre në fshatin Orizare, u formua Komiteti Lëvizja Kombëtare Demokratike Shqiptare për Karadakun e Kumanovës, ku me propozimin e Syl Hoxhës, Mulla Hajdari zgjidhet kryetar, ndërsa Sami Shabedini sekretar. Në pranverën e vitit 1946, organet shtetërore jugoslave do të shtojnë masat kundër aktivistëve të NDSH dhe mendimin e tradhtarëve arrin që të arrestojnë Mulla Hajdarin. Më 18 prill të vitit 1946, Mulla Hajdarin pas shumë maltretimesh që ja bënë 10 muaj e mbajtën në paraburgim. Ai së bashku me 18 shokë të tjerë, me 7 shkurt të vitit 1947, dënohet me 12 vjet burg. Mulla Hajdari edhe pas vuajtjes së dënimit u përcoll në çdo hap prej shërbimeve sekrete jugoslave. Në vitin 1991, Mulla Hajdari ndërroi jetë dhe me nderimet më të larta në praninë e të gjithë fshatarëve dhe mysafirëve të shumtë, u përcoll për në shtëpinë e përhershme. Hajdar Efendi Jashari ishte anëtar i Këshillit të BFI-s në Kumanov, ishte kryetari i shoqatës së ulemave të Kumanovës, anëtar i Komisionit për dëgjimin e IFSit e tjerë. Lutim Allahun fuqiplot që për të gjithë punët që i ka bërë në shërbim të fesë dhe kombit, ta shpërblej me xhenetin Firdaus. Amin.